Një pasuri gjyqësore të folurës në Lezhë është përmbledhur në një botim shkencor nga akademiku Gjovalin Shkurtaj. Libri promovuar në Lezhë sjell në vëmendje karakteristikat e zonës, duke evidentuar fjalët, shprehjet dhe trashëgiminë etnolingvistike që kanë mbijetuar ndër breza. Monografia vjen si një udhëtim në identitetin gjyqësor të kësaj zone, ku ndërthuar ndikimet dialektore të banorëve të ardhur ndër vitet nga krajina ndryshme të vendit. Sipas autorit, pavarësisht larmisë të folurës, elementi që bashkon komunitetin mbetet gjuha e krijuar, e cila ka formuar një komunikim mes brezave dhe kulturave lokale. Lezhë është një qytet shumë interesant edhe nga pikpamja e sociolingvistikës dhe dialektologjisë. Nga pikpamja e dialektologjisë tradicionale, këtu është një folme e lezhjanëve, të cilët janë afër Shkodrës, janë afër Mirditës, janë afër Zadrimës, është midis tyre. Por historia ka treguar që ka shumë ardhës nga vende tjera. Është malësi e madhe që ka gjetë, si thosh, një kryeqendër të saj, dhe malësorët janë edhe në periferi, edhe në Berg të Matës, edhe në ishull të Lezhës, edhe në ishull të Shëngjinit, edhe në Ballndrën, në gjithë të zonë. Pastaj janë mirditorë të cilit kanë ardhur nga malësia e Lezhës dhe kanë zbritur, por edhe mirditorë mirëfill. Pastaj janë qytetarë nga Shkodra të cilit kanë ardhur si punonjës, si zejtarë, si njerëz të punës, dhe kanë pasur marrëdhënie të hershme, dhe pastaj janë edhe jugorë të cilët në vitet mas vitit 1944 mbrapa kanë ardhur si funksionar, kanë ardhur si punonjës, kanë ardhur si aviator dhe kanë banuar në Lezhë. Shkrimtarët dhe përfaqësues të institucioneve vendore cilësuan librin si një kontribut të rëndësishëm në dokumentimin e memorjes gjyqësore të Lezhës dhe në ruajtjen e pasurisë së shqipes si një dëshmi autentike të identitetit kulturor të zonës. Studimit e tij në folmet e Kastratit, Hodit, Kelmenit, Berg të Matës, Lezhës dhe krajinave përreth vlerësohen gjithësisht në albanologji si ndër dokumentimet më të plota të gegrishtes veri perëndimore. Në këtë drejtim, studiues të njohur të gjuhësisë shqiptare kanë theksuar rëndësinë e punës të terren dhe seriozitetin metodologjik. Është vendukje se kërkimet e shkurta dallohen për mbështetjen në materiale autentike dhe për një analizë të kujdesshme të dukurive dialektore, duke kontribuar kështu në pasurimin e hartës dialektologjike të Shqipërisë. Ne si bibliotekë dhe si institucion, Bashkia e Lezhë, i kemi bërë vetës duke ftuar profesorin, vetë prania e atij këtu, vetë pjesëmarrja juaj në këtë takim, në këtë promovim, tregon shumë qartë vlerën edhe respektin se kësaj opinionin publik edhe në çështje shkencore e profesorit nderuar profesor doktor Gjovalin Shkurtaj. Për kontributin e tij shumë vjeçar në studimin, mbrojtjen dhe pasurimin e gjuhës shqipe, akademiku Gjovalin Shkurtaj u nderua me certifikat mirënjohje nga Këshilli i Qarkut Lezhë.